Edhe një herë tjetër, mediat angleze e kanë treguar veten që janë super raciste kur bëhet fjala për shqiptar. E kuptoni ju se çfarë ka ndodhur në botë të ditë apo se kuptoni më? Ka qenë radha e Lorna Hajdinit të bie pre e një media që quhet Daily Mail me një lajm të super fabrikuar me të dhëna të pasakta, të cilës i kanë shkaktuar vajzës një dëm moral të paimagjinueshëm. E kuptoni ju më, kanë shpik një histori me një indian që i duket vetja Brad Pitt, i cili deklaron që thot ka pas marrëdhënie me këtë vajzë, por nga hetimet më të fundit që janë bërë nga kompania ku punon kjo vajzë, që me thënë drejtën është një kompani botërore si JP Morgan, dhe ku vajza është një drejtoreshe lartë po themi në sektorin financiar të kësaj kompanie, ku deklaron që kjo i ka çuar mesazhe me nënkuptime me mthe e thash. Dhe nga një hetim i brendshëm që ka bërë kompania në fjalë dhe nga pyetësorët që janë bërë midis stafeve, nuk del me asnjë vend që kjo vajzë jo më të ketë qenë te këto vende ku pretendon ky indiani, domethënë, por as t'i ke shkruar asgjë. Kështu që Daily Mail është një nga ato portale po themi që bën lajme të pavërteta, e ndeza të kashtën me një flak të paimagjinueshme, të gjithë i bëjnë copy share, e bëjnë gjas me lajm të vërtet, por si përfundim lajmi ishte pa vërtet. Në fakt kam dashur që djeta bëj këtë lajm, por kur shikoja që vetëm faqet indiane ja i qarkullonin këtë lajm, thash ky lajm është i pa vërtet. Sot mediat zyrtare, nga ato më big po themi, kanë shkruar dhe janë hedhur poshtë të gjitha pretendimet e këtij indiani të bukurosh po themi që pas ka shkuar me një vajzë shqiptare se na fliqi fare. Kaq ishte video për sot, shihemi prapë nesër.